Përshëndetje të nderuar miq, po mbyllim javën, por hallet dhe problemet janë të vjetra, të mbartura, ne do t'i diskutojmë, do t'i trajtojmë edhe në këtë fundjavë me avokatin, me mikun e emisionit tonë, Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit dhe unë për ftesën. Avokat, do ta nisim një raport ndërkombëtar të publikuar së fundi, i cili thekson që Shqipëria ka një problem serioz për sa i përket shpopullimit. Të rinjt janë larguar, ka mbetur vetëm mosha e tretë dhe ajo që parashikon në të ardhmen e afërt nuk është shumë shpresdhënëse. Për të mos thënë që është një realitet i hidhur. Do mbetemi shumë pak më duket, avokat. Nga ka dalë ky raporti, lutem, para se të shpjegoj? Po, një raport nga një prej organizatave të njohura, nuk e kam tani për momentin, po e lexoja në mëngjes. Kishte bërë një studim. Ka thënë një të vërtet të hidhur, një të vërtet tragjike për popullin shqiptar, i cili vazhdon të ngelet sklav i komunistëve të Beogradit, të importuar në Shqipëri që nga viti 1941 dhe sot e kësaj dite, janë ata krysht e tyre, ideologët e tyre, spionët e tyre, agentët e tyre që komandojnë dhe që qeverisin sot Shqipërinë. Që në fakt Shqipëri tani si ka mbetur më asnjë shqiptare. Pse e them si ka mbetur gjë shqiptare? Rinia ka ikur. Dhe nuk është puna se iku dhe ndaloi se ikuri. Rinia po vazhdon të iki. Vazhdon të iki për arsye sepse rinia po përjashtohet nga çdo lloj mundësie për të punësuar këtu në Shqipëri. Një. E dyta, marrim rinin agrare të fshatrave. Fshatrave u është marrë prona, u është grabitur. Dhe kjo vjedhje e pronave është bërë në mënyrë sistematike nga krye hajduti shqiptar, krye hajduti hebrej që qeveris Shqipërinë, i quhet Edvin Kristaq Rama. Është qifut. Reformën fakt e bëri Berisha në 92-shin, po. Jo, nuk është reforma e keqja. E keqja qëndron gjetk. Do flasim dhe për reformën që mund ta ketë bërë Berisha, se nuk e di, por e keqja më e madhe është që ky kryehajduti Edvin Rama para 2 vjetësh mori në pronësi në varësi direkte ASHK, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dhe që ta dinë shqiptarët, se nuk a thot njeri, po do t'ua them se i kam marrë informacione dhe do t'i denoncoj siç më vijnë. Ka 2 vjet që drejtoresha e Agjencinë Shtetërore të Kadastrës nuk pranon që të shkojë kontrolli i lartë i shtetit. Kjo është grup shteti brenda shtetit. Grup shteti civil dhe administrat. Nuk pranon ti kontrollojnë veprimet që ka bërë. Absolutisht fare. As njofton dhe publikon vendimet që ka lënë në të kaluarën para 2 vjetësh kontrolli i lartë i shtetit, as lejon që të vend të kontrollojnë. Kjo do të thotë, kanë marrë urdhër të prerë ajo ASHK-ja, Agjencia Shtetërore e Kadastrit, që të mos lejojë njeri të hyjë atë brenda. Nga kush e kanë marrë urdhrin? Nga kryehajduti. Kush është kryehajduti? Qifuti Edvin Kristaq Rama. Dhe shqiptarët plën. Shqiptarët nuk e dinë që janë marrë pronat. Ato tash i quajtura prona shtetërore që thot ky hajdut i pacip, i pa skrupull, ky bastard biologjik, ky nuk lejon dhe nuk jep asnjë dëftesë ashtu certifikat pronësie qytetarëve shqiptarë. Po u merr të tëra prona ato shqiptarë, hapni syt, shkoni, protestoni, protesta duhet vi përpara ASHK-s qendrore, administratës shtetërore të kadastrës. Dhe të vej të shikoj të kërkoj llogari pse nuk hyn kontrolli i lartë i shtetit atje dhe çfarë po bëhet me pronat e tyre. Po u vidhet prona, po u jepet hebrejve. Hapni syt, po u jepet qifutëve. Po kthehemi në Qifutistan. Avokat, jemi të tradhtuar. Ata një pjesë thirrjen për protestë kanë dëgjuar se janë prej 47 ditësh në shesh. Unë nuk do pushoj së thëni se denoncuari aferat korruptive, hajdute, grabitqare, do të thënë, po e them, po përdor atë fjalën kolonialiste, jemi kthyer në koloni.
të qifutëve të Izraelit. Dhe qifutët e Izraelit zotëri kanë marrë pjesë shumë të mëdha toke në Shqipëri, që nga ajo Zvërneci, Karavasaja, edhe gjithë ulqirën e Myzeqes në Shqipëri. Nuk e thot njeri, po e kanë marrë, e kanë me letra. Dje më dërguan hartën të marrë nga Google-i, hartën ku kanë vendosur dhe flamujt e tyre qifutët në Shqipëri. Mos ka qenë ndonjë e bërë nga këto inteligjenca artificiale, avokat? Jo, zotëri, ato janë bërë sepse ata e kanë marrë. Dhe të vetë verifikojnë, dakord, të më përgjinjestrojnë mua, të thonë që s'është e vërtet. Unë atë dua, po që jetë e vërtet, po shumë e vërtet. Fatkeqësisht. Dhe shqiptarët nuk dinë ç'po bëhet me pronat e tyre. Edhe ju, zotëri, që fliti tani në këtë moment me mua, nuk e dini, nuk merrni dot një certifikat pronësie për pronën tuaj. Dhe nuk mund të merrni asnjë lloj informacioni se çfarë po bëhet me tokat tuaja atje në fshat. Avokat, po ta them. Por Bashkimi Evropian theksoi para një 3 ditësh që ligji për zonat e mbrojtura duhet rishikohet. Mos është një lajm i mirë ky që edhe Sazani, edhe Zvërneci, e të tjera të ndalojnë ose të rikthehen në statusin e mëparshëm apo ajo që iku, nuk ka më efekt prapaveprues? Aty më rri. Është thënë që do, siç ka deklaruar dhe ky kloni cirkut që qeverisë Shqipërinë, ky bastard që këtë se meriton ta quash pa. Ata në Marta Kosti atë, ata dhe ajo komisioneri. Ky zotëri bën ligje sipas interesave të Izraelit. Ligji 21/2024 vërtet mund ta shfuqizojë ai, po duhet shfuqizuar dhe marrëveshjet që janë bërë mbi bazën e këtij ligji. Pra nuk mjafton ligji. Absolutisht, ligji letër është, ndërsa marrëveshjet janë hedhur në kadastër, marrëveshjet janë bërë, janë nënshkruar dhe Izraeli tani vjen t'i kërkon ato. Dhe ne ky bastard, ky super bastard që meriton çdo gjë që i thuash, e filloi duke na grabitur parat tona me atë pronarin e atij televizionit që quajnë atë 130 milionë euro. I pagoi populli shqiptar për tekat e këtij, palaçoje. Vazhdon akoma të vjedhë zakoqet në pushtet ky vazhdon e vjedh. Prandaj, unë i bëj tjere protestës. Protesta duhet të ngrihet tani të kalojnë në veprime konkrete. Jo më në lutje aman oram jep dorëheqje, por të ngrihet në kryengritje të përgjithshme, të ngrihet, të bllokohet, të paralizojë komplet këtë qeveri të ndyrë që po vjet shqiptarët e po i grabit për ditë, me një kështu propagandë të fëlliqur nga televizionet e tyre, klane, Top Channel, që janë këto. Ata avokat nesër do mbledhin edhe do themelojnë zyrtarisht kuvendin kombëtar qytetar protesta në orën 12. Kush do ta bëj? Një grup nga ata të protestës është lajmëruar për ditën e shtunë në orën 12. Kush janë ata? Po duhet jetë grupi që u dërgoi letër dhe ambasadave, pak a shumë ata që janë çdo natë aty. A kanë emër, a kanë adresa? Zyrtarisht nuk e di kush është avokat, sepse prej të shkojnë nesër. Nesër kur dalin zyrtarisht. Kërkoni të deklarojnë, ku do mblidhen, çfarë vendi? Tute 15 Kaçi. E Hotel Do Tirana. mblidhen te 15 Kaçi, te Hotel Tirana. Sipas në orën 12. Po bazohem te njoftimi që kanë shpërndar ata në rrjetet sociale. Po, në orën 12 apo jo? Po. Do shkoj atje, ta dinë që tani ata, që e shikojnë kanalin. Do shkoj atje dhe do kërkoj të deklarohet kush nga ata ka qenë ose nuk ka qenë bashkëpunëtor me sigurimin e shtetit shqiptar. Kush nga ata ka punuar dhe ka bashkëpunuar me organizmat që futet për të shpërndara kudo në botë. Të tregojnë kush janë, cilët janë, biografinë e tyre secili. Se nuk do lejojmë të dalën na dera aty nga pexheria komunistëve shqiptarë, edhe spionët e tyre. Aktualisht sot më njoftuan që janë në parlament, janë 40 deputet me dokument antari kështu bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, që s'duhet jenë atje. Pra, e kuptoni çfarë po bëhet këtu, e kuptoni shqiptarët çfarë po bëhet, çfarë atje bëhet këtu. 40 sigurim sa në parlament po thoni. Po, fiks.
40 bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, spion, që nuk din as shqip nuk din, por si spion janë të mirë dhe ai ka marrë atje për votë. Avokat, tani tek kuvendi. Qa do nxjerr ky kuvendi? Do jetë frytdhënës, është hapi i dytë pas protestës në shesh që do kaloj aty, njerëzit që do flasim nesër. Jo, të lutem mos më pyet, por që se unë nuk di programin e tyre dhe nuk di kush janë. Ja, duke parë nga jashtë. Nga jashtë janë, për mua janë të përcaktuar, derisa nuk deklarohen. Janë të përcaktuar. Po 150 të përcaktuar 300 sa do jenë. 150 diaspora 150. Do vete nesër atëre do t'i dëgjoj, do t'i shikoj vetë. Atëre do vete. Po. Okej, pra atë do flasim nesër. Po për faktin që ka ardhur momenti tani që apo jemi pak me vonesë për të kaluar nga sheshi te kuvendi. Koha. Sheshi duhet të ngrihet të përbys qeverinë. Te hapat konkret, si u thatë pak më lartë që tani ka momenti hapa konkret. Kush janë hapat konkret? Hapat konkrete do të ngrihet për të bllokojë parlamentin, bllokojë qeverinë, mos shkojnë, mos punojnë fare zyra. Dhe nëse ai nuk jep dorëheqjen, atëherë të kalojnë në veprime të kështu luftarake. Ta përmbysin me zor, me dhunë. Nuk ikën ky vetë. A keni fjalën për mosbindje civile, avokat? Kjo më duket mos ju kap dhe një nga ato nenet e kodit penal këtu? Jo, nuk thash rëmbeni armët, thash përmbysni qeveri. Me mjete pajësore? E din ata. Unë nuk jam në atë protest, nuk e organizoj unë. Organizatorët e protestët t'i dalën zot pronës së popullit, t'i dalën zot adheu, t'i dalën zot trolli shqiptar, t'i dalën zot pavarësisht së Shqipërisë, t'i dalën zot fëmijëve të tyre që u janë arratisur dhe shfrytëzohen dhe andej dhe këtej dhe parat bën në xhep të komunistëve. Kjo është tragedia më e madhe, se punojnë emigrantët shqiptarë jashtë shtetit, paguajnë taksa atje, nga ato taksa në ato lek, kurse një stasi caktuar që u dërgojnë prindërve këtu, u dërgojnë ashtu euro ose dollar, të cilat i vlerëson sa i do qefi bankës e Tiranës, të lutem. Më ke dalë në një pyetje, më dolen shpejt që do të pyesja për euron, që ma stodhen vëmendje se kam dashur shpesh ta bëj të pyetje. Dhe sot madje ishte një lajm që shumë shpejt ndoshta Banka e Shqipërisë, institucionet mund ta kalojnë ta heqin lekun, të fusin euron. Tani kjo është e mirë apo e keqe për ne? Nëse do heqin lekun dhe do fusin euron, kjo na fut pak a shumë në tregun evropian. Më ne edhe përbashkët. Unë edhe përbashkët, si që ka dhe Kosova. Po tani leku është më i fortë avokat. Kështu si bëjnë këta, duke zhvlerësuar euron, duke çuar në letër higjienike, kështu mirë emigrantët tanë për djesin që derdhin dhe për grabitjen që u bën ky dhe nëpërmjet këmbimit valutor. Pra do jetë, nëse kalojnë në euro, do psojmë humbje se lekun e kemi të fortë apo jo? Këtë po më thoni. Nuk e di është i fortë leku apo s'është i fortë. Për mua. Po euron dhe dollarin i ka rrafshuar. Është artificiale. Leku i fortë është artificial. Lekun edhe euron e ka çvlerësuar mafia e drogës. Apo ju thoni ndërtimi? Paratë e drogës. Avokat, po tani kush ka të drejtë? Se kemi tre ide këtu. Ka të drejtë protesta, ka të drejtë qeveria që thotë ne kemi bërë punët, apo ka të drejtë Bashkimi Evropian që thotë Shqipëria është mirë, se ne tani nga një anë bërtasin në shesh, nga ana tjetër Bashkimi Evropian thotë që Shqipëria po ecë shumë mirë se mbyllëm 3 kapituj, i thotë jeni rrugë dhe mbar, ju dhe Malizi sukses, shembull. Tani kush në këtë mes tjetër për Bashkimin Evropian jemi aq të mirë ne sa s'ka ku të shkojmë më, se nuk kemi shkaktuar dhimbje koke atyre. Nuk u kemi shkaktuar këtu në Shqipëri që rregullime dhe prishje të rendit. Pa ata nuk e shohin këtë avokat? Të lutem. Okej. Nuk e shohin këtë ata? Atyre u intereson që t'jemi ne kështu, raja të bindur, t'jemi zmarranik, t'jemi një kope me dhënë. Kjo u intereson atyre. Nuk u intereson atyre që ne t'jemi një kope me Luan, që nuk e lëm me Tiranën
që futin e Dirama dhe që futit e Izraelit të vinë të në hanë dreket dhe tokën tonë këtu. Pra kjo duhet bërë, protesta duhet të dalë dhe të ngrihet të denoncojnë marrëveshjet me Izraelin, veçanërisht me Izraelin. Janë marrëveshje sklavëruse, kolonialiste dhe jemi të mbaruar. Do na detyrojnë që të ngrihemi pastaj të gjejmë ku ka armë të luftojmë, qofse edhe me çfurqe. Po ne hebrejt nuk do t'i lëmë këtu të vinë të bëjnë Palestinë të dytë. Se këtë po përgatit që futi e Dirama. E keni parë që vojnë ka dalë një fotografi me një kapellë me 2 kordona anash, me 2 kësheta kështu të zeza. Ky është pjesëtari atij sekti që fut që është më agresiv në botë. Ata thonë e gjithë toka është jona thonë. Dhe do jetojmë ne ku duam ne, do ngulemi ku duam ne. E kupton se ç'po bëhet, ç'po e përgatitet populli shqiptar apo se kuptoni. Un kam kohë që u flas shqiptarëve dhe ju jeni të shpejtar që kanë dalë të gjitha ato që kam thënë. Unë jam Kasada, po duke ditur se si punojnë dhe funksionojnë komunistët, kam thënë që do bëjnë këto dhe këto po bëhen. Dhe tani që adin shqiptar, tokat janë marrë. Tokat janë marrë. Ai nuk hap katastrën. Pse nuk hap katastrën? Kujt e ka? Kush e ka në katastrën, more? Kristaqi apo Neta? Kush e ka katastrën? Si u bë pronari në Shqipëri, sa i që vetë si do qefi atja. Po këta palacë deputet që ka atje në rezervën, çfarë bëjnë? Çfarë bëjnë, more? Po ajo Elisa siç kishte bërë një çarçaf avokat. E pe atë? Të lutem. Unë them deputetëve shqiptar, dëgjoni këtu ju zotëri. Ju se ju zotërisini ju një rrëmbytje, po u them ju që keni zënë karriket e kuvendit. Mbajini mend që secili nga ju do jap llogari me kokë për këtë që po bëni. Po ua them sepse shikoj urrëtien e popullit ku ka arritur. Shikoj që fatmirësisht populli ka kuptuar që fajtorët kryesorë jeni ju për këto piskojtje që bën Dirama. Prandaj, sillni mendjes, bëni një shkëputuni atje me Elisa Spiropali, kush do shkëputë 10, 15, 20 deputet, të bjerë ky nga pushteti, të bjerë ky pis nga pushteti, që pushteti ta marrë në dorë pastaj një qeveri provizore për të rregulluar të gjithë sistemin ligjor në Shqipëri, për të anulluar të gjitha marrëveshjet e pista që ka bërë ky tradhtar, ky përbindës. Avokat, një protestuesit thoshte mbram që Spaku edhe Amerika na ngulën një thik pas shpine. Spaku zotërisht krijet e Rothschildit. Ta dini. Spaku dhe BKH-ja i shërbejnë interesave amerikane, jo interesave shqiptare. Mos i gënjejmë ne shqiptarë, ua kam thënë me kohë, por nuk duan të më dëgjojnë. Dhe dita koha po më vërteton ditë për ditë. Ditë për ditë po më vërteton koha. Çaj pengon ata po të ishin për drejtësi dhe për zbatim të ligjit të arrestojnë të gjithë të korruptuarit duke përfituar nga Edi Rama, Sali Berisha, Ballufja, ai Tau i Librazit, çaj pengon. Jo zotëri, më janë për të mbajtur popullin në qetësi, për të thënë mos keni merak, ç'keni ju do ta bëjmë ne dhe deri tani me qëndrimin e Spakut, ky ka bërë të tëra ato marrëveshje me Izraelin. Pra Spaku ai që i bën këto shitje. Avokat, dua të them për publikun që ju qysh në nisje të mandatit të Klodian Brahos, keni qenë shumë skeptik për ta rikujtuar. Jo që skeptik, kam thënë Spartak Braho kam thënë është komunist dhe Spartak Braho kam thënë nuk do bëj asnjë lëvizje. Të falenderoj shumë që e përmende, sepse pikërisht edicioni juaj e kam thënë, dhe koha më vërtetoi katërcifrisht. Ka 7 muaj tani që ai flë gjumë dhe nuk bën asnjë. Ka dhe ndihmësin kryesor atë papagallin e Saukut, që ka hapur atë TV Shpresa gjasme, është një podcast që është as televizionit Mavri, se dele flet vetëm ai. Tani se do t'i denoncoj dhe këto, se po tallen të tërë me neve. Po ne nuk kemi të vdekur që të tallet një sharlatan, një rrugash edhe një spion që Pullum Pilinçi. Pullum Pilinçi dele dhe thot, kanë bërë bolshevikët, kanë vrarë, kanë prerë, kanë internuar, sikur si dim neve ato. Ku t'ja thot ato? Avokat, për të dalë aty, nëse ti dërguar amerikan, të lutem, se pretendon që ka dërguar Amerika. Atëherë të denoncohet, të distancohet Amerika. Ose Amerika Pullum Pilinçi, ose Pullum Pilinçi tallet me shqiptarët dhe i mban me shpresa që të mbarojnë të gjitha ato detyrimet e çifutëve. Pse e them këto? Unë kam qenë për një farë kohë
në partinë e Pilinçit. Madje kam qenë dhe këshilltar ligjor i tija. Dhe njerë kur unë i thash që të gjitha këto pislëqe në Shqipëri, po ne bëjmë masonët, tha, që kemi masonët ti, tha, e pash aty që ishte pjesë e masonëve. Dhe ai do bëj punën e atyre. Prandaj larg nga ky klouni i Saukut, nga ky spiuni i sigurimit shtetit i dërguar atje për të bërë gropën shqiptarëve, larg nga ky parlament, larg nga kjo klasë politike, të ngrihemi, të marrim situatën në dorë, të shtojmë Shqipërinë, o sot o kur. Avokat, ka shanse për një palëzjedhje nga vjeshta? Po me ti për në vjesht, harroje. Pra, shuhet pishtarit dhe atëhere. Po me ti për në vjesht, marroj gjithçka. Gjithçka do të bërë tani. Tani, këto ditë. Avokat, kam dhe gjithë fundit, mjet një koment për këtë deklaratën e ministres serbe. Është kështu spontane, planifikuar, reagimin e Shqipërisë për këtë. Rama tha është i çyryke, një idiot, e tha s'do merremi me lloj njeriu që flet andej. Se nuk janë banë Ramës ta denoncoj atë, se Rama nga Beogradi i merr urdhra, edhe nga Tel Avivi. Këte i merr urdhrat Rama. Dhe nuk guxon që t'i kundërshtohet atyre. Dhe e kalon kështu si qesharake, është një çyryke ato. Ku që thot çyryke ai, me këtallet ai. Po tallet me ju shqiptar që jeni debili dhe s'merrni vesh, nuk ngriheni që ta denonconi këtë pis burr që vetë edhe na shet vetes te ajo. Pra, toni që shpallur non grata, siç e bëri Kosova. Në zana sërbet duhet shpallur non grata dhe mundësisht të mos zihet më në gojë si një grua qelbësir fashiste. Avokat, ndjen gjëjer barut në këtë situatë tu në rajonin ton tani në Ballkan? Akoma. Për fat mirë. Atë se di për fat mirë apo keq, po akoma. Për sa kohë kemi amerikanët, do të thotë që jemi mirë. Jo, amerikanët i ke thik pas shpine. Edhe mos e thuaj më. Po na ka dhënë 2 shtete, avokat, 2 shtete. E gjysmë. Çfarë kanë bërë amerikanët deri tani për Shqipërinë, më thuaj? Se kemi 2 muaj, po vemi 2 muaj në protest. Pse s'janë prononcuar, pse nuk flasin? Po ndoshta ai ambasadori që do vinë, aty është ideja. Ndoshta mos sot i llaf ai. Kush? Ambasadori i ri. Po pse s'ka ardhur ambasadori i ri? Po nuk e di sepse. Jo, pyetja është retorike. Pyetja vërteton atë që thash unë, kemi thik pas shpine. Amerika zotri ka lobin grek dhe Ciput që janë bërë bashkë tani dhe në detin Mezve, me Kipron bashkë, Greqia dhe Izraeli, dhe Amerika ka 2 lobet më të fuqishme që qeverisin Amerikë. Dhe nuk do shesin interesat e tyre ata për neve. Prandaj nuk po ndihet Amerika. Unë ma them, po janë burrat dalë të më thonë këtu, ose të shprehen, ore shprehuni, jini apo si një pasarësit e ati Wilsoni që baqe dhe i pengoj ata Europianët të na shkatroni. Jini apo si një pasarësit e George Washingtonit. A jini ju, Amerikan, për drejtësi dhe për ekonomi dhe për pasërti në shtetin shqiptar, jeni apo sini. Dilni flisni. Po kam bërë disa herë të pyetje zotëri, edhe nuk ndihen amerikanët. Sepse amerikanët nuk kanë miq, kanë interesa. Dhe interesat amerikane janë interesat e Izraelit. Dhe prandaj po bëhet kjo punë, ndaj them që të çojnë shqiptarët se po na e bëjnë gropën të gjithë. Të gjithë janë kundër nesh. Ndoshta Sazanin për ta mbyllur, avokat, nuk do e lejoj Turqia për kaluar andej. Se si pikë strategjike. Për Sazanin kam shpresë Turqinë 1 dhe Italinë 2. Italia ka qenë si larg fakt deri tani. Nuk është e shpërfshirë. Nuk është ndjerë, por nuk do të thotë se është dakord. Nuk do të thotë se është dakord, se s'mund ta bjerë Izraelin në turi Italia. Se lejon dot. Kështu që do ketë probleme të mëdha. Unë se kam me Sazanin, se Sazanit i marrën të keqen ata. Unë e kam me popullimin që i bën myzeqest për zotëri. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Vjedhja e pronave dhe tokave të shqiptarëve në interes Izrael. Pra, ju thoni që do, siç ma keni thënë këtu 6-7 muaj në mos gaboj, 9 muaj më parë që ka një ide për t'i vendosur në myzeqe. 2,5 milionë do vinë. Da ju them mësoni hebraisht. Ky është plani i tyre. Dhe plan që është denoncuar dhe ka ardhur nga Vjena në para pak muajsh në e dërguan,
dokumentin që kanë denoncuar krijimin e një shteti izraelit në Si është kjo avokat? Ka ardhur dokumenti nga Vjena, nga arkivat e Austrisë? Po, në vitin 1930 është denoncuar ky program i tyre për të krijuar shtetin izraelit në Shqipëri, në Mezheqe, me 2,5 milion hebrej. Ky është plani, këtë po bëjnë ata në heshtje avash avash dhe përdorin këtë fëllëqësirën tonë. Këtë që thot Mira e Pullumpilin që thot këtë mizat e kalit, ky është mizë kali që rri në bish të kalit, nga ata është këja. Është një bëlëpirë si Izraelit dhe nuk dieti me i thot gjërat që janë, mos është gjë ajo, se gjë kjo, ajo nuk është ashtu, ajo nuk është kështu. Arriti sa bëri qesharake dhe deklarat në asaj fashiste sërbe, Snežanës, deri aty arrin. Pra ky vazhdimisht i gënjen njerëzit. Dhe pash në një video atje, që thot, po qa do shesim thot, do shesim plamuj, do shesim qylaf, do shesim atë, do me thënë, duhet të shesim gjithçka që kemi, edhe pastaj do bëhet Shqipëria, po me ato do shesim, këtë rregullojmë kur ti e ke shitur. Kaq fullëqësirë është, kaq i pabes është ky njeri. Dhe kaq demagog që han shqiptarët sa punin për djathtë. Mezin e korrikut e lam pas, avokat, 3 ditës 5 ditë për shkoj me protestën. Ne do flasim nesër për kuvendin, sikur thatë ai, çfarë do prodhoj, është një hap i parë i mbledhjes tyre. Me zi po pres për të marrë opinionin tuaj, sepse sigur e thatë ju pak më lart. Nga bisedat e kaluara, ajo që keni thënë ka dalë, tani presim si do jetë. Çfarë do ta them paraprakisht, unë njoh dikë atje nga ai grupi, njoh dikë që ka punuar me organizmat që futen gjithë botën. Dhe ka ardhur aty tani. Mos e paragjykojmë, avokat, mos e paragjykojmë. S'kam paragjykuar gjë unë ato që kanë dalë, po mi dakord jemi. Ishte kështu për ngacmim, për provokim. Okej. Atëre, avokat, unë pak a shumë e mora opinionin tuaj për atë që pritet nga ajo që do ndodh. Faleminderit, rrofsh. Por nesër do të jap. Po. Nesër më të sakta, shumë më të sakta. Të falenderoj shumë, avokat. Të uroj gjithë të mirat, miru ta kopshim.